Buçim në bu, CHI. Bu, CHI. Po. Mirë se erdhe Marsi. Mirë të gjeta. Si e? Po mirë të themi. Si pas pune duhet t'ish pak i lodhur. Po, është aktualisht sezoni verës dhe pisa më madhe kolegëve janë me pushime, kështu që na duhet të punojmë çik më shumë se zakonisht. Po pse lodhesh edhe në emigrim? Pse ata shumica mendojnë që vijnë vetë lekët apo? Po, duhet punosh kush prapë. me lule. Lodhesh. Lodhesh plus pavioni ku unë jam aktualisht, u bëra 2 vite është reanimacioni, edhe në reanimacion janë të smurët që janë më rënd, kështu që normalisht dhe pjesa e përgjegjësisë dhe shkalla e vështirësisë është shik më e madhe dhe lodhem. E kuptoj. Lodhesh. Ja, miqtë dashur, shikon, lodhemi edhe ne që jemi këtej, jo vetëm ju, kështu që më avash. Marsi, do bëjmë si fillim një le të themi, ose ta bësh ti, le të themi një autobiografi të vogël, edhe unë kisha dëshirë domethënë të ndaje pak atë formimin tënd që nga pjesa kur ke mbaruar gjimnazin, domethënë nga jeti, në Tiranë? Atëherë jo, unë jam nga Kavaja. Kam mbaruar gjimnazin Aleksandër Mojsiu në Kavaj. Atë vit kam dalë në 3 maturantet më të mira të qytetit tim. Bravo. Dhe këtu nis ajo saga e marrjes së vendimeve për të ndenjur në Shqipëri apo për të ikur. Dhe atë vit në fakt na u premtua që maturantët më të mirë do merrnin tip shpërblimi nga bashkia, gjë që nuk ndodhi me mua, edhe pse isha në vend të tretë sa i përket notave dhe pikëve të grumbulluara. Më fal, për çfarë vitesh bëhet qenë? Unë e kam mbaruar gjimnazin në 2009. Po. Dhe nuk ndodhi. Sigurisht që siç ndodhi rëndom në Shqipëri, këto shpërblimet shkojnë aty ku ke të njohur, ku je vajza apo djali dikujt. Po vërtet, pse nuk i merr ai që meriton në Shqipëri? Ironik, jo, do ishte bukur. Dhe le të themi, jo, ka qenë një zhgënjim sepse vi nga një familje siç janë një pjesë shumë e mirë e familjeve shqiptare, një familje normale mesatare dhe për dikoj që vjen nga rrethet dhe fillon një fakultet, universitetin në Tiranë, viti i parë dihet që shpenzimet janë të mëdha, kështu që për mua ajo do kishte qenë goxha ndim, gjë që nuk ndodhi. Pastaj kam filluar në fakultetin e mjekësisë në Universitetin e Tiranës, aktualisht Universiteti i Mjekësisë, mjekësor i Tiranës, studimet për mjekësi të përgjithshme. Jam diplomuar në 2015, sepse zgjat 6 vite. Dhe në ato 6 vite le të themi më shërbyen që këtë vendimin tim për një formim më të mirë dhe për të larguar nga vendi ta përforcoj akoma dhe më shumë. Dhe 3 muaj pasi kam mbyllur, domethënë dhash provimin e diplomës në shtator dhe në janar të 2016 kam ardhur në Gjermani. Po, dire, domethënë as nuk e begenise fare, as nuk i fute këmbët hiç. Fare. Madje edhe për provimin e licencës jam kthyer dhe kam domethënë erdha këtej dhe jam kthyer dhe e kam dhënë nga maj qershori i 2016. Domethënë nuk u mora fare me pjesën e konkurimit në Shqipëri për specializime sepse e parë se çfarë bëhej edhe nuk doja t'i humbisja më shumë vite le të themi vetes time në storollatje për gjetur vetveten në sistemin shëndetësor shqiptar. Po, rrësohet goxha biseda. Si ishte i gjithë ato 6 vite studim, domethënë në fakultetin e mjekësisë në Tiranë? Tani, të lehta nuk janë, sepse që është e vërteta fakulteti i mjekësisë është një nga më të vështirët mund të themi, për vetë faktin që zgjat 6 vite, për vetë faktin që ke shumë lëndë për të mësuar, shumë provime, kuptohet me ato problematikat e veta, që e bën të pakënaqur le të themi atë egon time për të dalë një mjeke e përgjithshme e mirë.
problematika të tipit munges praktikash, munges librash, kishte lënë që i kishim thjesht fotokopje dhe i merrnim te fotokopjet ngjitur me fakultetin, kishte lënë që ishin update i fundit që nga koha e nënës Parti. Në vitet pas 2009 me libra të viteve 1970-1980. Seriozisht? Po. Madje ajo lënda mora vesh që vetëm vjet, më duket këtë vit, kishte nxjerr librin e ri. Domethënë, që nga periudha që e kam lënë unë deri vjet, studentët kanë mësuar me librat e nënës Parti. E mirë shumë se ajo ka qenë edhe gjë e mirë atëherë ishte çdo gjë perfekte, kështu që mirë bëhesh të mësosh me ato. Plus pastaj problematikat me pedagogët që kishte shumë që nuk vinin ta bënin mësim, kishte shumë që nuk të jepnin notën që ti meritoje sepse duhet t'jepi edhe ndonjë lek. Dhe tani çfarë përqindje është kjo? Domethënë, flasim tani ti nuk ti ke zero strings tash. Ti nuk të prek dot më singa ata. Sa nga profesorët e kërkonin ato lloj gjë. Ose le të themi sa është përqindja e studentëve që japin lek, edhe sa është përqindja e profesorëve që pasivisht apo aktivisht kërkojnë lek. Ç'ke vështirë kjo? Po me hamendje kështu. 60 me 40 në syrin tim, domethënë 40% po, ka lënë që është vështirë ti marrësh. Domethënë, nëse nuk jep lek, ose mund të marrësh notë, ti mund të kesh lexuar dhe mund ta bësh provimin për 9 ose 10 dhe merr dhe 5. Ose merr dhe 6. Ose ka patur lëndë për shembull që unë i kam patur të mbartura nga viti i dytë, me idenë që të merrja një notë të mirë dhe jam futur aq shumë herë në provim që e kam marrë vetëm në vit të 5. Po. Siç ka dhe lëndë për shembull që nuk i shikon një pedagogët të vinë në mësim dhe ndodh që ngele 3/4 e grupit. Vetëm 1/4 marrin 5/6. Emi normalisht, sepse ata nuk e dinë se çka ka i profesori në mendje, kështu që. Kur ai nuk është atje, domethënë është edhe një çik vështirë të di se çfarë ai kërkon. Pavartur akoma tek pjesa e se çfarë do ai, domethënë. Jo, është edhe kjo pjesa e kërkesë ofertës në sensin që nëse kërkon kaq shumë nga studentët duhet edhe t'japësh dhe minimumi që mund t'japësh është paktën të paraqitesh një herë në mësim. Paktën të çojë detyrën, sepse kemi patur pedagog që i kemi njohur vetëm ditën e provimit. Me kam mbaruar shkollën, pse duhet vinë shkollë? Ju doni të mësoni, ai më ka mregull me shifën. Ka plot në shkollë të mbaruar me titull profesor të asociuar që sinqerisht duke parë se ç'a bëhet këtej dhe sa e vështirë është këtej që të arrish në ato grada, domethënë pyes veten si nuk bëra dhe unë ca tituj atje para se të vija këtej. Ke ndonjë hal në sy, ke ndonjë emër specifik? Po për shembull, katedër shumë e keqe që ngelte shumë ka qenë hematologjia. Që kryesohej nga profesori në fakt ka vdekur, doktor Pushi, Arjan Pushi. U pref në paqe. Është një nga viktimat e Covidit me sa di. Ka qenë katedra e mjekësisë interne, që nuk bëheshe mësim, nuk kishim libra, dhe në fund të bëheshe një provim, rast klinik 15 rreshta, dhe pyetjen e kishe quiz dhe ti kishe 10 pyetje të tilla për 20 minuta. Domethënë, sa i bie 2 minuta për pyetje që s'të dilte koha as ta lexoje. Të tjera pastaj këto kanë qenë që i mbaj mend si problematike dhe që i kam marrë notë kaluese me thënë drejtën dhe kam qenë shumë e lumtur që kam marrë atë 5, thjesht doja t'i hiqja si lëndë, sepse e shikoja se ç'a bëj. Që do presim gjithë studentët e mjekësisë, do thoshin deri në 90% një të gjë që thua ti, domethënë për ata. Kanë të gjithë, mendon se kanë zgjidhur njerëzit të njëjtën shije? Po. Domethënë ndërbreza ne, për shembull, unë kur isha viti 4 dhe shkoja në vit të 5, e dija se çam priste. E dija se si ishin pedagogët, e dija se si ishin katedrat, se kush ngelte, ç'a notash vinin.
Nga kontaktet e vazhdueshme që kam patur kohët e fundit me studentët, kam kuptuar që edhe pas 8 vitesh pas unë i kam mbyllur studimet në Shqipëri, gjendja është po e njëjtë, domethënë nuk është që ka ndonjë ndryshim të madh në këtë drejtim. Jo, nuk e ulim kualitetin, mbajmë në të njëjtin vend, ku duhet, nuk diskutohet. E bani nivelin. Ka pasur si në për fakultetet e tjera, për shembull, profesor ose ka tek fakulteti mjekësisë profesora me emra, domethënë që dihen botërisht që marrin lek. Njefti. Është që mund të jetë një person që e din gjithë që o valla ky po nuk i dhe lek, nuk ta jep domethënë haroj. Ose kjo, mund të jetë dhe kjo, se s'duam të jemi edhe kështu me parazigjinore. Ka patur, ka. I themi dot, apo nuk i themi? Unë të jap shembuj, domethënë, të jap shembuj nga eksperiencat e mia, pa dashur të flas në emër të tjerëve. Nga eksperiencat e mia, për shembull, lëndën e histologjisë, që ne japim në vit të dytë. Unë e kam marrë në vit të 5 dhe jam detyruar, kam dhënë lek. Sepse nuk doja që ta çoja deri në vit të 6 dhe të më pezulloj ose të më shtyej diploma se e kisha ndarë mendjen për të ardhur këtej. Lëndë të tjera. Po, histologjia, po më vjen të thash, këto që vën thjesht pesa sa për të kaluar klasën. Po si beson, nëse do ishte një korrigjim i duhur ashtu siç duhej, çfarë note do kishe marrë në atë provim? Me hamendje. Në histologji apo në të dyja? Po t'jap një shembull të kardiokirurgjisë. Kardiokirurgji ne e kemi bërë me profesor Edvin Priftin, që është një emër goxha i dëgjuar në Shqipëri, kardiokirurg shumë i mirë, anën profesionale nuk e diskuton njëri. Dhe unë kisha marrë 6 ose 7 se kujtoj mirë. Dhe ti kërkoj të më hapej teza, ta shikoja, të bindesha, pse kjo notë, sepse kur e di se çfarë shkruan, ke edhe gojë të flasësh dhe të kërkosh hakun tënd. Dhe më ka thënë konkretisht, në qoftë se unë ty të gjej, qoftë edhe një fjalë të shkruar gabim, domethënë nga të rim ku diun shkronjash një fjalë, vetëm një fjalë, je ngelur automatikisht. Presion direkt. Po, thjesht sepse kërkova të më hapej teza, për fat mirë unë nuk ja dhash emrin. Dhe i kam thënë vetëm kaq, i thash kërcënim, me çfarë të drejtë i thash, po vi po të kërkoj hakun tim, nuk po kërkoj më shumë. E ika. Nota ngjitur. Se vjen zor ti që kërkon hakun tënd? Nuk do vjen çik zor, domethënë nuk je kënaqur ti që kalove. Çu do të thashë shumë, thonë dhe njerëz të tjerë, po ikëm edhe gojën ti mirë bëre që kalove, dash ke notë. Po, ka patur dhe lëndë të tjera të tilla, domethënë që ti shkoje i kërkoje, tezat nuk korrigjoheshin fare, shkoje i kërkoje që të bindin nëse e kishe të merituar apo jo atë notë dhe haje kërcënime të tilla. Fatkeqësisht. Më thënë që s'kishte asnjë, e thon drejt, nuk kishte asnjë lloj rrugdalje në të tilla raste. Jo, s'kishte rrugdalje, sepse një herë që jemi ngritur për shembull si grup për një provim, që ishim të pakënaqur i gjithë grupi për notat që kishim marrë, kemi vajtur te shefi i katedrës, profesori i famshëm Nikolaj Kaçani, në vit të 5 në lëndën e kirurgjisë së përgjithshme. Dhe i jemi ankuar për pedagogun tonë, domethënë që na kishte bërë seminarin dhe na korrigjoi provimet, që ishim të pakënaqur, kërkonim që tezat të rishikoheshin, të rikorrigjoheshin. Dhe na ka trajtuar dhe rsjell me ne në një mënyrë, domethënë shumë ofenduese. Me ngritje zëri, me të shara, me të ofenduara, u bë të ju, po qa jeni ju, notat ju a ka vënë pedagogu, na përzuri dhe kaq nuk zgjidhem gjë. Unë kam fatin e mirë në fakt, nga që kam studiuar këtu, këtu ka pasur dhe lëndë që i detyruar të vesh në rishikim, jo më që rishikohet nuk diskutohet, domethënë, po ka pasur dhe disa lëndë të kemi pasur ne mbajmë në mekanikën edhe kinematikën, ne kemi pasur detyrim të shkonim në rishikim, domethënë që kur hapej teza, që ta hapej teza, që ta shikojë çfarë kishte bërë.
Edhe nuk e kam njohur asnjëherë këtë vështirësinë që keni kaluar juve në Shqipëri, që nëse do doja të rishikoje prodhimin, atëherë ishte e pamund të merrje kërcënime, domethënë ishin thjesht. A mund të kemi vuajtur për pika, domethënë që ishin interpretuar se do të themi edhe një gjë, që qëndrojmë me këmbë në tokë, një gjë për shembull që kemi provuar ne, që lidhet drejt për drejt me një kategori tjetër profesorësh që janë në Shqipëri, që është ajo shkolla e vjetër që është kokmushk edhe nuk del nga tyrja, që janë profesorët e vjetër që janë sipër 60 vjeç këtu në të dyja universitetet ku unë kam qenë, është e njëjta gjë. Është e njëjta gjë, unë kam pasur edhe dy provime, domethënë, me profesorë të tillë, që këtu le të themi deri në një farpike ajo gjë është pak më keq, atyre nuk ata nuk e korrupton dot, s'ke se si. Ai do më kemi pasur provime ne që kemi ngelur në mbaj mend se sot atë kur kam marrë atë provim 3 të 4-tat e gjithë studentëve që kemi qenë Audi Max që bënin mekanik kinematik. Po bëhet fjalë për 1200 studentë, jo për pak. Sepse kinematik mekanik bëj bashkë me ndërtime mekanik, gjitha inxhinierit ishin bashkë me një vend. Edhe ka edhe këtu nga këta profesorët, domethënë, po e gjë që kanë këta, që këta nuk duan lek, ta e bën për ego, se masin kapacitetin e tyre me sa student angelin, domethënë. Etj. Po kështu ndonjëherë kam pasur një çdo këtë është plakota këtu, ndonjëherë më mirë Shqipëri sa se të pas aty jep ndaj lek, tyre s'ke çaj bën. Normalisht nuk është mirë në Shqipëri, nuk e diskutojmë atë pjesën. Domethënë, ti ishe bindur vetëm nga këto apo kishe edhe një tip insighti, brendshmërie nga profesioni që nuk punohej në Shqipëri etj, apo thjesht direkt nga shkolla ishe e bindur që kjo më mjafton mua që të iki? Pjesa e shkollës në rast të parë. Pastaj nga viti 4 deri në viti 6 ne bëjmë lëndët klinike, që do të thotë i bëjmë me cikle, 2-3 javë në një pavion, në kardiologji, 2-3 javë në gastrohepatologji e kështu me radhë. Dhe nga këto praktikat klinike ti shikon edhe se çfarë bëhet me specializantët, që është hapi yt i radhës i formimit si mjeke në Shqipëri. Edhe pash që nuk është që kishte ndonjë ndryshim shumë të madh dhe me specializantët nga ajo që bëhet me studentët. Domethënë, në Shqipëri, mbi 50% e kuotave të specializimit janë pa kontratë, që do të thotë ti mbaron fakultetin dhe 4 vite të jetës tënde do punosh si mjek, do të shfrytëzojnë në QSU të si mjek, specializant, dhe nuk merr asnjë lek. Përkundrazi i paguan një tarif fakultetit, universitetit, që është diku te 1 milion e 300-400 lek, nuk e di mirë, në vit, dhe nuk merr lek. Domethënë nuk paguhesh si mjek. Tani, boll 6 vite do të të mbaj familja. Shtoj me 4 vite specializim mbi supet e familjes, ikën 10 vite. Po jam mbarove specializimin, ku do shkosh? Domethënë ishin shumë pikë pyetje që fillova ti grumbulloja dhe t'ja drejtoja vetes time, sidomos nga viti 5 dhe i 6, që më drejtuan drejt Gjermanisë. Pjesa e pagesës e para, e dyta, shikoje që specializantët për shembull nuk futeshin në për ekzaminime. Domethënë shefja e pavionit e mbante të kyçur dhomën ku ishte aparatura e ekografisë apo e zonografisë, sepse në Shqipëri është ky koncepti që po më vjet profesionin. Domethënë harojnë këto brezi i këtyre shefave dhe i këtyre brezi vjetër, le të themi, që do plaken ditë do dalin pension dhe do i duhen mjek ku të shkojnë të drejtohen. Kështu që edhe pjesa e atë nuk e vrasin mendjen për atë punë ata, nuk më mendje se ka kaluar ndonjëherë mendje që do duhen mjek, se ata nuk kanë futur në atë profesion për të ndihmuar njerëz, janë futur për të bërë lek. Se do ta prek edhe këtë si pik pak më vonë. Po nice. Domethënë, dhe kjo ishte, le të themi, një pikë që më bënte shumë skeptike, nuk doja t'ja humbisja edhe 4 vite vetes time duke u sorollat dhe duke u munduar që të mësoj diçka në specializim. Shikoje ndesheshe pastaj edhe me shoqe që janë më të mëdhenj se unë që mbaronin një specializim dhe ishin të pakënaqur. Kështu që nga viti 5 fillova dhe unë, kam qenë nga ato brezat e parë, jo të para tamam, po brezat e parë që kam ardhur në Gjermani, me mjekët që kanë ardhur në Gjermani, dhe fillova gjermanishten. Fillova që nga Shqipëria, Po, e fillova nga
gjysma e dytë e vitit të 5, dhe në vit të 6 madje që të mund t'i financoja vetes time kursin e gjermanishtes, jam futur edhe në punë, në call center. Dhe paralelisht bëja kurs, shkoja në punë, kisha edhe provimet të vitit fundit. Bukur fort. Po ti tani o gënjen ti, o gënjen ata që thonë që ne jemi përtatës edhe që nuk punojmë. Tani njëri gënjen, se s'ka mundësi. Kush? Po bën vaki, po se ata të kokat sipër thonë që janë përtatës. Gjithë rinia kudo punon. Edhe në Gjermani punon, ka thënë ai Kokoshi, edhe kudo punojnë studentët, jo vetëm në Shqipëri. Po, madje tani kanë dalë dhe me deklaratën që studentët nuk lexojnë, nuk kapin libër me dorë, sidomos tot në shkollë. Po shihni që pas keni fajin vetë ju të gjithë ose kota ankon. Si et pa kënaqur pa libër. Po si sa zgjati procedura për të ardhur këtej, domethënë të zgjatën kishte apo atëherë ka qenë mamën pak më lehtë nga që s'ka pas shumë. Jo, në fakt un kam ndjekur një rrugtim komplet ndryshe, le të themi nga një pjesë e mirë e mjekëve, sepse nuk kam ardhur, domethënë në vitin e parë që kam ardhur këtej, erdha të bëj gjuhën. Dhe puna e parë që kam bërë, ti mbase e ke dëgjuar au pair në gjermanisht, po. Është tip babysitteri. Dhe kam jetuar 1 vit në Bonn, në një familje gjermane. Dhe para dite kujdesesha kisha 3 fëmijë dhe pas dite bëja gjermanisht, bëja kursin. Trojnë me jetë gjatë. E kam dëgjuar, është fenomen, domethënë që ato vitet që kam ardhur unë kanë bërë edhe shumë vajza të tjera, që në fakt është një plus i madh që ne si meshkuj jemi, domethënë, fakt komplet. Ne nuk kemi asnjë lloj shansi, domethënë. Për sa i përket. Jam munduar le themi të shikoj anët pozitive edhe kësaj eksperience, edhe pse nuk ishte e thjeshtë, sepse vajzë e re 24 vjeçare me një diplomë mjekeje dhe gjëja e parë që unë shihja në mëngjes, çdo mëngjes sa hapja syt për një vit rresht ishte pampersi i një fëmie 9 muaj që kam gjetur kur kam vajtur, që duhet ta ndroja, dhe gjë që unë se kisha bërë ndonjëherë dhe normalisht nuk është aq e thjeshtë. Por që më shërbeu si eksperiencë që jo në pozicionin le themi të mjekes, por të një njeriu të thjeshtë ose të një turiste, si mund ta quash, të njihesha me Gjermanit, njihesha me mendsinë, me vendin, të mësohesha dhe ishte si para përgatitje. Plus pastaj edhe pjesa e gjuhës, është një shprehje që ne themi noti mësohet në det. Unë kam bërë vërtet kurse në Shqipëri, po domethënë nuk është që avancova shumë me gjuhën, me kurset që bëra atje. E di, këtë e vërtetoj, domethënë mbështes dhe unë si e ndin, sepse unë kam filluar gjermanistin që në klasë të 5, sa mbaj mend unë për atë punë, edhe në gjimnazi kam vazhduar me kurse private, tjerë, më kemi mësuar goxha, unë nga që kisha edhe shumë qefe, e kam dashur shumë si gjuhë, unë komunikoja, domethënë vija në dyqan, nuk kisha probleme, më plotsoja në formular në gjë. Po që për përditshmëri nuk ishte as pak, jemi mjaftueshme, nuk diskutohet fare. Unë edhe ne kam mësuar supermarkete, kam mësuar fillim kur kam ardhur si para studentor, domethënë, nuk diskutohet ajo. Dhe kështu mbaroi viti si au pair. Gjatë atij viti, nga fundi i vitit, u mora me aplikime, sepse normalisht dash provimin e gjuhës, që ishte kusht për të aplikuar këtej nëpër spitale dhe te dhoma e mjekëve. Dhe pastaj kam gjetur vendi i parë i punës, ka qenë në psikiatri. Kam punuar 6 muaj si specializante në psikiatri, por që e pash që nuk ishte fusha ime. Dhe kalova pastaj në mjekësi interne, ku jam edhe sot. Do ndje ke bërë me pak fjalë specializimin këtu në Gjermani? Po. Sa ka zgjatur specializimi? Specializimi është 5 vite, mjekësia interne. Zgjat 5 vite, pastaj nëse do të bësh 9 specializime të tjera plus. Po, është gjatë kohës së specializimit si quhesh, je e punësuar apo studente? Po, jo, e punësuar. Normalisht ti aplikon në spital, bën një kontratë me spitalin, zakonisht është 5 vjet, saç është dhe specializimi, sa zgjat dhe specializimi, megjithatë varet nga spitali. Dhe pjesën e pagesës pastaj e ke të rregulluar me këtë Marburger-Bund që i thon këto, domethënë të përcaktuar se sa është rroga bazë, le të themi.
Dhe kjo është në varësi edhe të viteve të eksperiencës, domethënë nis me një bazë vitin e parë dhe në vitet vazhdim. Ku fillon në baza? Në ato kohë që e ke bërë ti, cila ka qenë ajo vija e poshtme? Atëherë, neto te 2800-2900 viti i parë. Neto është shumë mirë, domethënë. Ai bie nga viti i fundit si bie vete diku te 3.5 le të themi apo 4 plus ke pastaj edhe pjesën e shërbimeve ose të rojeve që i themi ne, ose të fundjavave, roje në fundjavë ose gjatë natës që normalisht kanë pagesë plus. E kuptoj. Prandaj ikni gjithë ju, prandaj nuk vjen Shqipëri. Po është vetëm pjesa e lekut. Domethënë, leku po është shtysë e madhe, këtë do ishte hipokrizi ta mohonim, por që e bëjnë dhe shumë gjëra të tjera dhe ndërtohesh dhe pjesa e formimit. Pjesa e formimit, sepse të krahasosh një specializant që që ka mbyllur një specializim në Gjermani me një që ka mbyllur në Shqipëri, domethënë Shqipëria ka mjek shumë të mirë, jam shumë dakord, por këto mjek shumë të mirë nuk janë formuar në Shqipëri, janë formuar fal kurseve, fal internshipeve që kanë bërë jashtë shtetit, nuk janë formuar në Shqipëri. Nuk e ka formuar sistemi, e kanë gjetur ata domethënë vetë. Po, qoftë edhe me shpenzimet e tyre, nuk ta jep mundësinë vendi jonë. Po ka ndonjë gjë të paktën që është shef pozitive tek vendi jonë, domethënë kur e krahason me këtë këtu, domethënë edhe atje. Klimën. Klimën dhe, edhe si vend tash Shqipëria është vend i bukur, na ka bekuar Zoti kur i thon, po vendin e bën njerëzit. Dhe për fat keq. Kurse njerëz mirë jemi ne. Që kanë katandisna të farë derexheje. Ja vlen për një gjimnazist që të studioj mjekësinë në Shqipëri? Jo. Jo, në Shqipëri jo, po dhe jashtë nuk e di, unë për shembull gjithmonë tani që kam dalë vetë, që kam mbaruar, gjithmonë them që do mundohem që fëmin tim ta mbaj sa më larg mjekësisë. Aq më tepër nëse do isha në Shqipëri. Në ato kushte që studiojnë studentët, formohen specializantët dhe punojnë mjekët. Absolutisht jo. Po seriozisht edhe këtu? Këtu për faktin sepse është profesion që do shumë përkushtim, është profesion që dhe nga jeta jote le të themi private të merr shumë kohë dhe ideja është ka dhe profesione të tjera që paguhen njësoj, mbas edhe më mirë se mjekësia dhe nuk janë kaq strapacues. Si për shembull? Po si për shembull ku diun IT. Po IT. Nuk ka profesion tjetër, domethënë që sa deri nga bankat e shkollës tani s'është me 2.8 neto, haroje. Po mirë, shiko, me sa di unë dhe mjeku nuk është që ka ndër pagat më të mira në Gjermani, nëse e krahasojmë brenda niveleve të Gjermanisë. Me sa jam unë në dieni, nuk është që kanë paga shumë të larta mjekët këtej. Jo, për të punësuar është pa frikë në top 300. Sepse ka një vëre gjithmonë këtë lloj diskutimit, unë edhe krahason gjithmonë me qenë software engineer, software developer, me avokatrit pastaj me gjyqtarët, domethënë pa ajo është sistem tjetër këtu, sepse si avokat je i zoti vetes, edhe nëse je i punësuar, domethënë ke prap një marrëdhënie tjetër siç kanë unë si inxhinier për shembull apo ti si mjek. Edhe ajo është lojë tjetër për shembull sepse thjesht puna që ata bëjnë është kështu se s'më vjen në shqip tash me fingerspitzengefühl, domethënë ata janë tjetër lloj punë bëjnë avokatët këtu, tjetër në Shqipëri. Se këtu janë avokat, kurse në Shqipëri janë seksera, e kuptoni? Dy gjëra të ndryshme. Por pa frikë si i punësuar, domethënë ose në punë ose nuk e di se si është për kufizimi, tamam, është mjekësia një nga më të lartë. Ta bëjmë, do të kesh parasysh që rroga mesatare hyrëse e inxhinierit në të gjithë Gjermaninë mesatare është 48 në vit. 48 në vit si bie.
bie diku tek 4 bruto. Po. E kupton, është goxha më poshtë, më thënë, apo edhe inxhinierit e tjera mund të kenë kështu një 200, një 300 që meti më sipër, domethënë, kurse mjekësia normalisht është shumë herë më lart në atë, sepse nëse ti gjatë specializimit, domethënë e ke arritur, le të themi, nga 3 në 4 varet tash se edhe në çfarë landi je, edhe në çfarë specializimi je. Po prapë mundësit janë goxha më të mira, se edhe kërkesa është më e lartë e tjetër, se për ti mos ti përsëritur gjatë gjithë kohës. Pastaj këto që janë profesione menaxhimi ose CEO, CTO, normalisht ato domethënë duhet vesh deri atje, duhet goxha kohë deri atje. Po mënja se edhe një shef pavioni në Charité ose ku të themi një drejtor spitali ka të tjera shifra që i afrohen se sa thjesht to që ne sa përmendëm. Po, patjetër, shefat janë kategori më vete. Pikërisht. Është profesion i mirë, shiko, unë nuk e shikoj që të keqe, domethënë që njëri që doja ta prikë pak. Nuk e shikoj që të keqe për shkakun që një nga shtysat që një individ të futet mjekësisë të jetë se duhet, se është punë e mirë që ka lek. Asnjë problemi nuk ka, pse mos të doja një njeri që të ketë një jetë të mirë, që të paguhet mirë, domethënë si gjithë të tjerët, edhe i ka të drejtën të jetojë ashtu si çdo vetë, domethënë përderisa ka studiuar 11 apo 12 vite i ka rënë bretku mes librave, normalisht i takon diçka në fund. Po problemi është në Shqipëri, sepse në Shqipëri është zhdukur fare molla kjo pjesa, domethënë që bëhet mjek plak, se ke parasysh shroj njerëzit. Ke parasysh çfarë bën mjeku, shron njerëzit, po jo mos në Shqipëri. Dhe kjo është mendja, domethënë nuk e di se sa pajtohesh me këtë mendim, po është edhe faji i prindërve në një pjesë shumë të madhe. Unë kam vënë re në qindra mira biseda që kam qenë pjesë apo që i kam dëgjuar thjesht nëpër kafe. Do vej mjekësia, se ka lek mjekësia, nuk bëhet lek me këto të tjera, kupton? Mendoj se ajo është shtysa e gabuar. Ti po e para përgatit një individ të tillë që të futet për lek, edhe kur ai futet, edhe sa paguan ata 800 milion neto në Shqipëri për momentin? Mjekët e përgjithshëm, po, diçka e tillë. Po, e kupton, edhe nëse ai nuk është i kënaqur me atë, është dyndu ka gjithkohë atë presionin e familjes, domethënë që do bëjmë lek, kemi çunin doktorë, shtuam, ja hodhëm. E kupton? E normalisht duke parë pasaj tjetrin që korruptohet, e tjetri me radhë, domethënë se zinxhir është, ajo janë thjesht variabla në kohën e dur, në vendin e dur, në mënyrën e dur, domethënë që e çojë një njeri të bëhet pjesë e sistemit në vend se të sjellë ndryshime. Unë jam konceptualisht kundër futjes së njerëzve në një profesion për shkak të lekut. Në çdo lloj profesioni, por unë do isha mbase për këtë duhet bëjmë duhet bëj një projekt ligj që njeriu që futet për studiuar mjekësi të bëj kështu, se ke parasysh kur mbaron shkolla ka disa këto që bën pilota, për shembull kanë ca teste psikologjike etj, thonë që mos ta futi poshtë ai vllai se ikën ja 300 veta kot. Duhet të ketë diçka të tillë, domethënë që njeriu të jetë çik human, se supozohet ata përderisa ndihmojnë njerëz, unë po e shikoj në anën racionale, ti më ndërprit, më korrigjojnë nëse them gabim, po unë si individ që nuk e kam idenë se si funksionon mjekësia, as nuk jam marrë ndonjëherë, pavarësisht se kam pasur qef edhe vet. Mendoj se kërkon një farë ndjenje më të lartë empatie, më të lartë humaniteti, gatishmërie për të ndihmuar, se çdo lloj profesioni tjetër. Domethënë nuk ka një profesion tjetër që të krahasohet me atë. As policia, as aerofiksia nuk krahasohet, sepse ata është puna atyre të futen në rrezikut me kokë, domethënë. Kurse mjeku është atje ku është, domos ata që kanë klinika private, domethënë, edhe duhet ta duan. Duhet të kenë atë nervin, duhet të jenë të qetë, duhet të duan në fillim të ndihmojnë njeriu, pastaj me këtë mënyrë duke ndihmuar njeriu, pse jo, edhe të pasurohen Allah. Nëse ata janë të aftë, kanë bekimin tim me Zotit e gjithë të tjerëve, ma mendja që lart e më lart, s'ka asnjë problem. E di ku e shikoj problemin unë në Shqipëri me maturantët dhe këtej, me sa jam e informuar, sepse nuk është që i kam hyrë me themele të themi këtyre informacioneve. Në Shqipëri shkojnë në mjekësi, një pjesë shkojnë sepse e duan, e zgjedhin. Është ajo pjesa e këtyre njerëzve me empati që bëjnë profesionin me zemër që theti. Një pjesë shkojnë sepse
kam nota shumë të mira dhe shikohen si elita e maturantëve dhe normalisht elita shkon në elitën e universiteteve, që është mjekësia. Nisur nga kjo. Dhe një pjesë shkojnë për të bërë lek, si theti, ose sepse do mami dhe babi që ta ketë çunin mjek ose gocën mjeke, sepse ky mami dhe babi mund të jenë vetë mjek, dhe madje unë kam patur dhe raste të në shoqërinë time ose të dëgjuar që mund të ketë fituar për shembull inxhinieri ndërtimi ose elektronike dhe me ndërhyrjen e mamit dhe babit ka përfunduar në mjeksi sepse ishte dëshira e prindërve. Gjë që e shikoj shumë të gabuar. Në Shqipëri mungon kjo pjesa e orientimit të maturantëve. Personalisht jam gjendur edhe vetë në një situatë të tillë dhe i thoja prindërve të mi, po çfarë shkolle të zgjedh, po ku të shkoj? Domethënë çfarë profesioni të marr. Dhe zgjedh nisur nga ambienti rrethues, që nxënësit e mirë shkojnë në mjeksi, në stomatologji, farmaci, këto degët e mira të mjekësisë. Kurse me sa di unë këtej, ka struktura të tilla që të bëjnë le të themi një farë orientimi ose një farë konsulence ose ku diun, nuk e di, ti mbase je më shumë i informuar, me të dëgjuar e kam. Por që nuk është aq funksionale sa njerëzit mendojnë. Normalisht nuk duhet të tregojmë asnjëherë negativ që të them që është keq, se krahasuar me Shqipërinë të paktën është. Por me eksperiencën time, domethënë, dhe me shumë bashkë studentave gjermanë që unë kam pasur për aq kohë sa kam qenë student, është dobët, goxha. Domethënë, është shumë herë më dobët se çata presin. Po duhet të kemi parasysh që standardet e tyre janë shumë herë më të larta se sa standardet tona, kështu që është mirë. Ekziston si gjë. Mos e di çfarë më bëri përshtypje mua te kjo gjë që tash, se nëse ata të dy domethënë nëse një prind ka qenë mjek, automatikisht unë pretendoj që ky intelektual, mund të themi intelektual, që mjek, apo post akademik, apo nuk e di tani, se nuk kemi edhe sa herë në Greqia bleva me Telekom, po që ideja është se këta njerëz do të jenë pjesa e shëndetshme e njerëzve që kuptojnë që duhet të shtysh fëmijën atje ku do, që e kupton të bëj të studiojë diçka që do, sepse kur studion diçka që do, studion më thjesht, studion më mirë dhe del më mirë. Edhe kur del nesër pas sesën në punë, e bën me qejf, e bën më mirë, ke më shumë shanse për karrierë, rritesh më shpejt, paguhesh më shumë, edhe është një zinxhir pasaj që është si vera e kuqes, sa më shumë kohë të kaloj, aq më mirë bëhet. Po kjo më duket si budallëk, më kjo nepotizmi i shtrënguar, domethënë që ti edhe di, edhe i lexuar, i formuar etj. Edhe pastaj e ndrydd fëmijën të shkojë tek një profesion, kur ai shumë mund të ishte një inxhinier software tani në Shqipëri, ku dëgjon, apo inxhinier ndërtimit më i mirë në Shqipëri. Who knows, e kupton, s'kem të ditur asnjëherë se ti s'ia dhe shansin. Se nga njerëz të klasës mesme unë kuptoj, unë e kam një pjesë të mirë të ambientit ku jam rritur, unë e kuptoj pse doni fëmijët ashtu. Sepse normalisht ishin punëtor krau, disa, ca ishin, dëgjon, ustallar etj. Shtres mesatare, e mesme ulët, se as mesatare tamam nuk quhen. E normalisht me atë konceptin që i shkolluari është i mirë, i fituar, kupton se mëson, bën ritmat, ata e kanë qëllimin e mirë. Po këta kur e dinë që fëmia ka kapacitetin dhe gjaja ka fituar diçka që e ka atje, dhe prapë ç'është atje ku do të ikë, më duket si eko personale më shumë. Fatkeqësisht. Ose duan pasardhës për klinikat që kanë ngritur me aq shumë mundë djers që ti vazhdoj trashëgimia familjare. Është dhe elita problemi, se gjithë kohës e vëre që diskutojnë në episode të tjera kur diskutojnë për politikë etj, domethënë që politikanë kanë të këqin politikanë. Jo, plak, se është pasqyra e shoqërisë, se ne nuk na i soll njëri, vetë kemi nxjerr atje. Edhe përderisa do ketë mjek të tillë, domethënë që nuk duan njëri tjetër përveç se gjakut të tyre, si në mesjet, e ke parasysh si në mesjet kur vdishte një feudal që donte të kishte minimumi një djalë që t'ja linte mbrapsht, nuk funksiononte asnjë gjë nëse ai nuk ishte pasardhës, edhe këta tani domethënë duhet të kenë se s'bën dikë që t'ja lënë, që është për mendimin tim ignoranca më e madhe që mund të ekzistojë dhe është dëmi më i madh që mund të krijohet fëmijës më radh parë. Që seriozisht unë kam njohur edhe personalisht njerëz që janë mjek të mirë, që punojnë në Shqipëri, janë mjek të mirë. Sot kësaj jete ka dëshirën të bëjë kantautore. E kupton? Ai do jetoj gjithë jetën e tij duke punuar në një spital që nuk e do. Që nuk ka për ta shijuar asnjëherë. Kështu që
Fatkeqësi më e madhe. Po mirë, më mirë këtu apo atje? Çeka po jo. Të kalojmë çka atë më e nxehtë domethënë se ke parasysh të merresh një çik më shumë me pjesën e Gjermanisë, po ti e thoj që vetëm klimat mungon, kështu që e kalojmë, nuk je shumë e qartë. Do i mbajnë me zor tash. Po, kjo është tema e kohëve të fundit, e ditëve të fundit. Domethënë, ne kemi një grup në Facebook që quhet Forumi Mjekësor Shqiptar dhe është hapur në kohën e pandemisë të Covidit dhe numëron diku te tani 6.000 gati 6.400 antar. Dhe janë mjek të mëdhen profesione të mjekësisë nga vende të ndryshme të botës, dhe nga Shqipëria, nga Amerika, Gjermania. Dhe kohët e fundit ne janë bashkuar dhe studentët pikërisht për këto problematika. Është situatë e nxehtë sepse duke qenë se sistemi arsimor dhe shëndetësor në Shqipëri është në standardet e vendeve bashkëkohore të Europës, të vendeve si Gjermania, hapi radhës, le themi, për ta përmirësuar këtë sistem është pikërisht mbajtja penge e diplomave. Domethënë mbaron para se të hyjmë atje, Marsili, atë ta fillojmë me këmbën e majt, jo me atë të djathtën. Ta fillojmë mbrapsht, të bëj un pak avokatën e djallit, me ato çka kam dëgjuar rreth e qark që qarkullojnë si test, domethënë. S'po e trajtojmë fare që nga nisi pse nisi ose tek më vonë. Ideja është që ka një pjesë shumë të madhe të njerëzve, pavarësisht se nuk duket, po është një pjesë shumë e mirë e njerëzve që mendojnë ose justifikojnë vendimin ose qeverinë në këtë lloj mënyre. 2 pika. Ata mendojnë se një student që del nga bankat e shkollave shqiptare normalisht krijon një bar financiare për shtetin shqiptar. Teorikisht kjo është e saktë. Në numra kjo është e saktë. Se sa janë numrat tjetër pyetje. Kjo tarifa që studentët paguajnë nuk e di në sa vitet e para është, por diku te 400 mijë lekë në vit. Është saktë? Është kjo është saktë. Atëherë, që i bie edhe me kushte të dobta, një pjesë e mirë e studimit të këtyre individëve, të këtyre studentëve, për ta thënë më bukur se individ duhet pak shumë. Vjen nga taksat e njerëzve. Vjen edhe nga taksa e atij që ka lop, edhe nga taksa e atij që hedhet llaç, edhe nga taksa e atij mjekut që detyroi fëmijën të bëhet mjek. Do të thonë gjithë së bashku normalisht vjen taksat e mjekut, të inxhinierit, të tjetrit. Se një taskemë është kudo, është pak a shumë si këtu në Gjermani, domethënë për këto vitet e shkollës. Nuk është se është shumë e ndryshme nga ana e numrave, pastaj është normalisht që është tjetër gjë. Dhe një pjesë e mirë mendoj që shikoj vllai, tani ti kur merr diçka, domethënë nga shteti yt, ti edhe pritesh të japësh diçka. Domethënë ti pritesh të japësh diçka mbrapsh shtetit, domethënë që i bie performanca. Është më thonë që pse alla tani duan të gjithë të punojnë në Tiranë, pse të punojnë gjithë në Tiranë plak, pse mos vënë për rrethe. Fundja fare shumica e tyre studentëve kanë ardhur nga rrethet. Pse mos kthehen prapë në për rrethet të ushtrojnë profesionin atje. Po nëse Marsi do të punojnë në Tiranë, Bleoni do të punojnë në Tiranë, vllai Bleoni në Tiranë, e tjetri në Tiranë, po ata në fshat apo të vdesin ata, s'ka gjë. Domethënë apo nuk e di unë, domethënë si do bëjnë atje. Kështu që jemi në një situatë që fatkeqësisht ka vende boshe, domethënë nuk e di shifrën fikse, por ka vende boshe për mjek në Shqipëri, edhe mjekët ikin në të njëjtën kohë me arsye 100% të tyre të sakta, edhe nuk i me dyshje fare, domethënë. Edhe ajo që dëgjova atë fundit sot ishte një podcast tjetër i çunave që përshëndesin Besnianin, ishte që shiko, është si në Romën e lashtë, domethënë që në kohë krica ata sillnin një diktator që e mbante pushtetin për 6 muaj dhe e linte, dhe në kohë krice domethënë merreshin masa drastike. Edhe si duket këtyre i ka vajtur atje puna, domethënë që as kanë çfarë bëjnë gjë tjetër ose janë shumë vonë më saktë. Se shiko, që ka pasur kohë, ta kanë pasur kohë. Ata është bërë principat aty. Ato do ta kishin vënë gishtin tek ai problem që në fillimin e tyre dhe që të kishte ndryshuar çdo gjë që të mos kemi arritur atje. Po unë pastaj pse më pëlqen 20% i këtij argumenti është se
me këto karta që ne kemi në dorë tash, me këto letra që kemi në dorë, në këtë situatë jemi, është gabim, ata janë vërja epitetin që duash, unë jam me ty, shumë e saktë janë të këqin, janë hajdutër e tjerë. Po për momentin që jemi tani, mendojnë shumë njerëz domethënë që është si mas diktatoriale, që mbase do kryej një lloj funksioni dhe do shmangi këtë gryerjen e trurit nga Shqipëria. Tash pse është gabim kjo? Atëherë, e nise me pjesën e taksave që paguan populli, që në fakt populli nuk paguan taksa vetëm për formimin e mjekëve, e studentëve të mjekësisë, po paguan taksa edhe për formimin e shumë profesioneve të tjera. Ideja është pjesa e diskriminimit, nuk po ikin vetëm mjek nga Shqipëria, po ikin dhe shumë profesione të tjera, po ikin infermier, po ikin inxhinier, po ikin IT. Domethënë, pse duhet që një ligj të aplikohet vetëm për një grup të caktuar studentësh? Kjo është, domethënë, gjëja e parë më absurde e mundshme. Pika e dytë, përmende pjesën e kostos. Në asnjë moment. Marsi, po me këtë pikën e parë thjesht bëni pak kujdes se më fillojnë mbajnë gjithë po thej. Aq duan ata. Po, shiko. Më tha një shoqë para 2 ditësh, më tha po i bëjmë me tha, po më duket se këto meme do na i aplikojnë, do na i marrin seriozisht. Jo, e kam bërë edhe më përpara ata, kështu që kujdes. Domethënë kjo pjesa që nuk më shkon, pse duhet që një ligj në një vend demokratik të aplikohet vetëm për një grup të caktuar studentësh, vetëm për një fakultet. Pjesa e dytë, pjesa e kostos. Në asnjë moment jo është kërkuar, në asnjë moment nuk ka patur, le të themi të zezë në të bardhë nga ana e qoftë drejtuesve, qoftë qeverisë, se sa është kostoja reale, se sa i kushton realisht shtetit formimi i një studenti mjekësie. Nuk ka patur. Që të thotë për shembull, kaq 1000 euro dhe ti do paguash kaq lek në fund të vitit. Kam dëgjuar shifra nga më të çmendura, kam dëgjuar shifra që nga 40.000 euro deri në 180.000 euro. Po pikërisht pra janë hamendësime, janë gjëra të përllogaritura nga llogari që unë nuk e di se nga dalin. Domethënë një student mjekësie, në qoftë se nuk rri këto 5 vite pas diplomimit, duhet paguaj 5.000 euro vitin. Krahasoj, unë jam në landin e Niedersachsenit dhe mora Universitetin e Göttingen, që ka dhe mjekësi. Pagesa vjetore shkon diku te 600 deri në 800 euro për një student mjekësie, viti. Po. Tani, të rim shtrembër të flasim drejt. Standardet e universiteteve gjermane nuk janë me ato të Shqipërisë, që të vi Shqipëria dhe të thotë 5.000 euro viti për të studiuar në fakultetin e mjekësisë. Ndërkohë që në Gjermani paguajnë 600 deri në 300 euro dhe plus më duket japen dhe një si tip karte për të lëvizur, për transport publik, çrëndsi ka. Qenë ka kosto kaq të larta, jam dakord. I bie që ti ke investuar në këtë fakultet. I bie që ti ke bërë investime në përmirësimin e mësimdhënies, në përmirësimin e kurrikulave, të kushteve, e gjitha me radhë. Jo, ato nuk e thanë njëri, ato thanë kushton, nuk thanë që kanë investuar. Ato gjitha jo po e bëj unë analizën time. Kam qenë në kontakt vazhdueshëm me studentët kohët e fundit dhe sinqerisht, domethënë është për të qartë që edhe pas 8 vitesh nuk ka ndryshuar presja nga ai fakultet. Siç I kam lënë kushtet, madje tani janë bërë më keq sepse tani do rriten kuotat, do pranojnë 500 studentë në vit, me po të njëjta salla leksionesh. Domethënë me po të njëjtat kapacitete, ulemi nga 2-3 veta në një karrike, thon studentët. Domethënë, si mund të kërkosh ti tarif dhe kosto kaq të lartë kur ti nuk e dhën asnjë gjë, kur ti nuk e bër asnjë gjë? Kjo është pjesa e dytë e absurdit. Pika e tretë, kjo pjesa e emergjencës, domethënë po miratohet një ligj I përshpejtuar në kushte emergjente. Pse? Po të shikosh vendet vakante në për ministrit përkatën, Ministrinë e Shëndetësisë, ke nga 1 ose nga 2 vende. Kur që periudha e pandemisë, dolën trumbetuan me deklarata që ne jemi të mbuluar mirë me mjek, ne kemi mjek. Tani, kur vendi nuk ndodhet në një gjendje emergjente, nevoja mjekësh, pse duhet që të dali ky ligj I përshpejtuar?
Domethënë pse nuk pranojnë diskutime, pse nuk pranojnë propozime nga studentët që janë edhe grupi i interesit në këtë mes. Se ato nuk po dalin në protesta, po thonë që na jepni diploma se do ikim jashtë shtetit. Jo. Po thonë na jepni diplomat siç po i marrin gjithë shokët e shoqet tanë në fakultetet dhe universitetet e tjera. Kështu që ka shumë pika dhe shumë presje në këtë drejtim që nuk janë të sqaruara mirë. Ose, okay, dakord, e miratuan ligjin. Vendosin do t'i mbajnë studentët 5 vite në Shqipëri, do t'i dërgojnë në për zonat të thella, ku diun. Tani me sa jam unë në dieni, rrethet, të t'jap shembull Kavaja, për shembull, unë që jam nga Kavaja nuk ka okulist. Pra, nevojat nuk janë për mjek të përgjithshëm, për një student që sa do dali nga bankat e shkollës dhe di maksimumit masë një tension. Qa do të bëj ty ai në një zonë të thellë? Nevojat janë për mjek specialist. Kupton? Pjesën e absurdit që nuk më shkon. Qesh, se thash qash. Qesh se nuk qaj dot, domethënë, se është shumë patetike, unë e të kuptoj shumë mirë, domethënë, është shumë patetike, domethënë, nga të gjitha anët që e kthen, ke jashtëzakonisht shumë drejtë. Jam mbajtë diplomën peng, e çove të punoj. Po. Çfarë formimi, domethënë, në këto vite që ky njeri do humbasi, ti i siguron dot specializim, le të themi në Fier për shembull, ose në Sarand, ose në Shkodër, ja e mbajte. Po ashtu i heq të drejtën e specializimit atij njeriu. Domethënë të ri 5 vite sepse ato thonë do qëndrosh në Shqipëri dhe do shkosh do punosh ku dua unë. Domethënë jo ku të duash ti, ku të dua unë. Ku t'ja japi. Kështu që kjo është, domethënë janë ca pika që pse e bëjnë ata? Pse mendon ti se e bëjnë ata? Mundohet futesh futun çik në siguri e ku dëgjon, jemi ministri apo shqiptarë, pse e bëjnë ata? Bëra një status me thënë drejtën te ky forumi që kemi dhe fakti që ato nuk han diskutim ose më saktë nuk pranojnë të pjesën e propozimit nga ana e studentëve, i bie ose që janë budallëj dhe me budallëjt vetë pa aftët normalisht nuk ha diskutim një njeri që ka kokën plot, ose pastaj ka gjëra tjera underground që ne nuk i dim, dhe duke marrë le të themi vendime të tilla i orientojnë studentët drejt universiteteve private dhe madje flitet që mund të hapet dhe një universitet privat i mjekësisë, domethënë kontrata bashkëpunime të fshehta të qeverisë. Problemi është që i jep atë goditjen e fundit fakultetit mjekësisë me ligje të tilla, se me thënë drejtën, nëse unë do isha maturante në ato kushte që studiohet tani në mjekësi që e di, jo që s'ka shanse që do shkoja, po të di që do qëndroj në vend dhe 5 vite të tjera pa bërë një specializim, të më çojë qeveria, ku të dojë qeveria, të më mbaj 5 vjet diplomën, s'ka shanse që unë futem në mjekësi. Pse? Ka në sytë tuaj, domethënë, me ai sa jeni mbledhur juve tek ai grupi juaj dhe çfarë diskutonin, domethënë etj. Ka një zgjidhje të ndërmjetme apo jeni juve që thoni që jo s'bëhet fjalë fare, domethënë. Atëherë nuk ka asnjë lloj mënyre. Zgjidhja e ndërmjetme do ishte, okay, kërkohet kontribut nga këto njerëz, mjek që janë paguar se është bërë kjo pjesa e taksat e popullit, a thua ti taksat e popullit shkojnë vetëm për formim studentësh, ndërkohë ato tenderat që ikin nga taksat e popullit me milione e miliarda nuk kërkon llogari populli se si ikin. Për ato nuk i dhimbsen. Ideja është që ky 5 vjeçari për shkakun mund të ishte 1 vit. Domethënë, ky individ mbaron fakultetin, merr diplomën, ka 1 vit shërbim të detyruar, nëse e quajmë të detyruar në Shqipëri. Nëse ti si shtet je i aftë dhe je në gjendje që ta bësh atraktiv sistemin shëndetësor shqiptar dhe ti mbash këta mjek të rinj, atëherë bravo qoftë, nuk do njëri që tiki, nuk do isha atun tikja. Nuk ishte zgjedhje me dëshirë ajo ime të merrja valizhen, shkoja të punoja 1 vit babysitter, larg familjes, vetëm në një shtet që nuk e njeh, në një sistem shëndetësor që nuk e njeh. Domethënë ikja është një proces i vështirë, sepse praktikisht po nis jetën në një vend të ri, në një vend tjetër, po nis një jetë të re në një vend që nuk e njeh. Kështu që zgjidhja kjo do ishte, domethënë jo 5 vjet, mbase 1 vit,
dhe nëse investojmë pastaj në përmirësimin e kushteve, sepse reklamohet shumë nga faqja e Ministrisë së Shëndetësisë që është bërë mjekësia, domethënë në standarde bashkëkohore, qendrat shëndetësore. Jam bërë. Është thjesht Shiko, fatat. unë kam pasur dy ide, pra unë nuk e kam në princip, nuk jam kundër idesë së kësaj së punës së detyruar. Edhe pse tingëllon shumë keq, sa e keqe që si fjalë punë e detyruar. Shiko, mua do më pëlqente vërtet një sistem gjerman, domethënë, madje do të jesh në djeni mua një miku jemi mirë, ma ka shpjeguar, gruaja e vet është mjeke. Në Gjermani ekziston fakti që në qytete të vogla, domethënë në përfshatra, kështu mund të lidhësh siç janë duale studium që bëjnë kompanitë me inxhinierët, këto fshatrat e vogla thonë që ti çka ke ti vllai dashur, motrë dashur, paguajmë ne gjithë studimin, domethënë kosto etj për sa kohë ti studion mjekësinë. Edhe kur të mbarosh ti do punosh 5 ose 7 vite këtu. Domethënë me rrogë, nuk diskutohet, pa pagesë nuk bëhet fjalë fare, domethënë me të drejtat plota, rrogë plotë etj, por kjo është kontrata. Unë të kjo nuk shikoj negativitet. Problemi është, domethënë, që ashtu siç është i parashtruar ai ligj atje, domethënë unë jam kundër. Edhe një vit, edhe 3 ditë jam domethënë kategorikisht kundër. Do ta shikojmë nga mënyra racionale, sepse do të largohemi nga këto politikat e majta. Do të kthehemi nga politikat e djatha, nga liria, politikat e djatha të cilat thonë që okay, po më ikin nga mua, po. Unë përmirësoj ofertën. Unë nuk fus taksa, nuk fus detyrim e pagimi, nuk fus detyrim pune, jo. Unë e bëj produktin tim, produkti i shtetit në këtë rast është vendi i punës, më atraktiv. Pikërisht. Mund ti do ikit ky vllai dashur kjo zonjë nderuar të punojë në fshat. Shumë ti, s'ka gjë. Një vit të punojë, të masi tensionet në fshat. Ama duhet të ketë nga një fshat të kaloj në qytet, të kaloj në qytet, në një spital rajonal, domethënë të ketë përshkallëzim, të ketë vitalitet, të ketë ndërrim, që ta kuptoj vërtet. Por të duket vërtet se ku mëson robi diçka, e kupton se s'mund të ri 5 vite tash, dëgjoj kërkanjoz. Ku janë 3 njerëz. 2 nga ata nuk jetojnë atje, jetojnë në tjetër, e kupton? Është kjo do ishte për mendimin tim deri diku e pranueshme një, edhe unë nuk e di se si funksionojnë për momentin në Shqipëri, po edhe rrogat për shembull, me rrogat bazë, jo ato të kualifikuara, unë mendoj se do të jenë si për ato që punojnë në fshat dhe për ata që punojnë në qytet një, sepse kjo do për mendimin tim të bënte më atraktive. Dhe kur unë e them kështu, jo që të ulet ajo e fshatit, qytetit bëhet sa fshatit, po të ngrihet ajo e fshatit bëhet sa qytetit, domethënë. Sepse në këtë moment shiko, njerëz që vinë nga familje si ajo imja për shembull, që edhe nuk i përballojnë shumë gjëra, nuk do kishin asnjë gjë të keqe, okay, do jetoj 2 vite në Berat të plak, kushton jetesa në Berat sa çereku apo sa gjysma e asaj që kushton Tiranë. Normalisht, do të bëjnë ndonjë gjë kështu, ardhi në qytetin tim jam. Gjëra të tilla domethënë që i jep bën pak lukrative. Nga ana financiare është shumë e rëndësishme, sidomos në fillim, siç e theti çfarë që ke bërë gjitha me barrën tënde dhe shumë që i bën nga 4-5 vite specializimi i bën me lekët e tyre. Pse ta bëj ai me lekët e tjera kur ai mund të paguhet, të bëj ata punën që ai xha e bën ato, jo receta gjëra të ftohtë të ngrohtë, kështu gjëra shmamja se gjithë mjekët që dalin nga pagat e shkollës këto i kanë xha në xhep domethënë. Ai shërbimin e jep, rrogën e merr tamam si mjek, sepse ai xha është mjek, kështu fizikisht që thonë atë, është general, domethënë që di merret vesh me atë punë. Unë nuk e shikoj si negative këtë gjë. Por kjo kërkon një gjë që është shumë e rëndësishme, që është më e rëndësishme në fakt, prandaj e lash për fund, është që njeriu që ti kërkosh diçka, duhet të japësh diçka. Edhe jo nga taksa, po në mënyrë direkte. Edhe unë nuk po flas për investime, unë po flas për mbështetje financiare drejt për drejt në rreth. Në qoftë se fshati Lumas kërkon një doktor, fshati Lumas do të thojë Marsi, që po studion mjekësi në Tiranë, a do ti vajzë dashur të lidhesh një kontratë me ne? Ne do të tani që je studente do të paguajmë 250, 300, 400 mijë lekë në muaj. Edhe në kontratë ke të detyruar ti pastaj që të vish të punosh 5 vite tek ne. Për mendimin tim, kjo është fair, nuk e di si të duket ty.
Jo, qëndron ajo që thua ti. Kjo pjesa e kontratave për shembull, bëhet dhe këtej. Kam patur një koleg gjerman ja specializimit dhe te spitali ku un jam, ai kishte marrë tip stipendium, ti besoj do ta dish se çfarë, tip burse, po. Me kushtin që 3 vitet e para të specializimit, jo punë, po specializimit, ti bënte te ky spital. Do me thënë, ai u mbështet financiarisht nga spitali gjatë 6 viteve të studimit, u mbështet në pjesën e praktikave klinike që vinte i bënte te ky spital, bëri 3 vitet e para të punës me një rrogë normale, do me thënë sa çmerr dhe çdo specializant tjetër, thjesht ishte pjesa e detyrimit që 3 vite do qëndronte te ky spital. Do me thënë, spitali përfitoi sepse pati të mbuluar shërbimin 3 vite me këtë mjek, investoi te ky mjek derisa ky mbaroi studimet, dhe studenti përfitoi pjesën e mbështetjes financiare. Do me thënë, është ajo që ti thua, jep dhe merr. Pjesa, një pikë tjetër në fakt që mua nuk më shkon, do me thënë, unë e nis fakultetin e mjekësisë, nuk jam në dijeni të një ligji të tillë, këto që janë tani për shembull në mes të studimeve, dhe nga viti i 4 apo i 5, del kryeministri dhe thotë që do të mbaj peng diplomën për 5 vjet. Do me thënë, aplikohet ligji dhe për studentët që janë gjatë në mes të studimeve, që është gjëja më absurde e mundshme. Dalin ligje dhe këtej, kanë dalë ligje për shembull edhe për rasti im, për shembull, mjekësi interne, doli para 2 vitesh që çdo specializant që nis mjekësinë interne e ka të detyruar të bëjë 6 muaj në urgjencë. Ama mua nuk më preku. Nuk më preku sepse i kisha filluar specializimin përpara daljes së këtij ligji. Domethënë, normalisht nuk ka pse të aplikohet dhe për ato studentë që janë në mes të studimeve, por që në Shqipëri paradoksi dhe gjërat anormale janë normale, kështu që unë shpresoj shumë, nuk e di, nesër më duket kanë këtë seancën e famshme parlamentare për miratimin e këtij ligji, me sa di studentët do bëjnë prapë protestë nesër në orën 9 dhe po mundohen që të mbledhin sa më shumë mbështetje edhe nga maturant, edhe nga qytetar të thjeshtë, dhe nga pedagog dhe mjek. Ja të dalim aty, domethënë. Është Bleoni? Është Bleoni. Çfarë mund bëj Bleoni për këtë që të ndihmoj këtë kauzën, domethënë, ose jo vetëm Bleoni, por çdo njerëz si jashtë si brenda, domethënë, çfarë mund të bëjë njeriu për këtë gjë? Se shikojmë, domethënë, mbase relate nuk e bëjmë dot ai shumë, domethënë, por që e kuptojmë se sa keq është, edhe duam ndonjëherë të themi ndonjë gjë, të bëjmë ndonjë like, kështu si për ata fëmijët në Afrikë, apo të bësh ndonjë status ndonjë gjë, po ndonjëherë vërtet është shumë e vështirë, sepse edhe nuk e njohim, e kupton? Edhe unë zakonisht për tema, domethënë, që i njoh, edhe komentoj, ose jap që ka një mendim timin të qartë, domethënë e jap një mendim, po në këtë nga që nuk kam informacion të saktë dhe nuk dua që tani të dalë fyll sikur di çdo lloj gjëje, ose të them që kjo bëhet kështu sepse unë them kështu. Do të ketë një farë lloj bazamenti. Unë duhet të kem disa pritshmëri ose le të themi një farë formimi. Edhe për këtë kategori njerëzish, domethënë, mirë do ishte domethënë të dini mos të kishte një mënyrë për ne që të jepni një mbështetje sa lloj të vogël. Po ja, ato kanë vërthirje për shembull që ti bashkohen në protesta dhe nuk po kërkojnë që ky ligj, le të themi, të mos miratohet apo të mos bëhet, po kërkojnë bashkëpunim që zëri i tyre të dëgjohet. Domethënë, para se ti të nxjerrësh një ligj që i prek studentët, dëgjoj, bëjnë to negociatat e famshme dhe nuk e pse e miraton në mënyrë kaq të përshpejtuar se nuk e ke në gjendje emergjence vendin për mjek aktualisht. Qa mund bësh? Qa influence ke ti nëpërmjet këtyre podcasteve? Mund të bësh thirrje njerëzve për shkakun që ti mbështesin studentët. Atyre prindërve që kanë fëmijët maturant që duan të çojnë në fakultetin e mjekësisë, sepse është barë dhe për prindin, 6 vite fakultet plus 5 vite punë e detyruar pa diplomë, është mbi supet e prindërve. Lëre që a thot shteti dalin studentët me taksat tona. Jo, rropatën bëjnë nga 2-3 punë prindrit që të mbarojnë fëmijët një universitet. E di ku ti bëj një apel më shumë të kjo, domethënë. Nuk i bëj këtyre prindërve të studentëve fare. Nuk i bëj fare apel këtyre, domethënë, ta vetë çuan fëmijë. Di ku ti bëj apelën.
Unë I bëj apel gjithë atyre të krimurve, domethënë që kanë një jetë që thonë që po bëhet sistemi korruptuar. Po vajte në spital tu do të lësh gjithë shtëpinë ka ta ndi. Pikërisht këta janë njerëzit e parë, të parët fare, direkt pas studentave, që në qoftë se kanë kohë të lirë dhe s'kan çfarë bëjnë, kur studentët janë në protest, ose edhe nëse janë në punë, domethënë edhe mund kanë aftësinë të marrin leje, këta duhet të paraqiten. Pse duhet ta paraqiten këta? Sepse kur vjen fakti për të qartë, për të ankuar, jo po janë kështu, janë korruptuar, janë kështu, domethënë kur vjen puna për të lëshuar vrerin, atëherë ata janë të parë, domethënë që flasin, e kupton. E po ne nuk kemi, këta nuk bëjmë, do ikin jashtë, do bëjmë kështu. Po pra, do të ri. Urdhë, ja, I ke brezin e ri, po të zjat dorën në mënyrë direkte, më direkte se kaq nuk bëhet, mendja mua, ë? Se çdo person që do vjen atje tek sheshi, domethënë si një xhaje 60 vjeç apo edhe po të merrte mbesën 8 vjeçe, mirë do ishte. Ë? Se prezencë është ajo, krijon një farë lloje vorbulle. Tani me që juve I qenjeni kaq shumë të bindur se kjo më bën kjo hipokrizia shqiptare është e disa e therrshme, shumë më vjen shumë keq, pavarësisht se mund të duket ndonjëherë ironik ose të tallemi këto gjëra, por kjo është kancer, kjo është kancer shoqëror, domethënë që ne kemi aftësinë të themi gjithkohë se janë të korruptuar, janë kështu, janë ashtu, edhe kur vete puna, domethënë si me shumë protesta të tjera më përpara, dalin njerëzit e marrin mundimin, nuk e luan me nder bëthën asnjëri. Për të vajtur për të dhënë një mbështetje. Ja pra e keti, ja, e skeçuar të gocën apo djalin tënd në mjeksi, e nuk del dot në protestë të heqin nga puna. Po tash aty vjen puna. A do ta sakrifikosh ti për brezin apo jo? Po se të rroft pastaj që punove nga 2-3 punti. Punosh dhe 4 punë, punu ta la ai, po të zuri derën tjetri, jo 4 punosh ti, po edhe 10 punë prap nuk ka për të vajtur atje ku duhet. Ideja është neve mashta ka humbur shpirti I sakrificës. Edhe unë jam në dieni 100% që jam I fundit që do të flas për të, unë jam fare atje domethënë. Edhe normalisht ajo që po ti nuk e kupton, se nuk e kështu, nuk e ashtu. Tash drejtit e haj dikush do ta bëj këtë. Tani dikush do ta bëj këtë sepse siç unë nuk e kam luksin që të jap moral për të, sepse nuk jam atje. Ata nuk e kanë luksin që ta lejojnë që këto gjëra të ndodhin, sepse ata po jetojnë nëse mos më prek shpun se çfarë bëjnë në Tiranë. Për 2 vite shkruajnë shkëput lidhje fare me atë vend, domethënë mua nuk më prek dot sa të kemi jetën unë, derisa të më fuzi në grop prap, domethënë ai s'm prek dot. Në asnjë lloj gjëje, domethënë unë s'kam interes te kjo gjë. Njerëzit duhet të zgjohen këta pjesa, se nuk I kushton asnjë gjë asnjë njeriu, edhe ai që punon kamarier. Pse mos të vejë ai që punon kamarier të vejë të bashkohet protestës? Çfarë punë më të mirë ka për të bërë? Ka për të vënë loto? Duhet të kemi duhet të vimë bashkë, duhet të bashkohemi. Ka ardhur koha që me gjëra të tilla duhet të bashkohemi. Se kur bëjmë protestat e tjera, po atë e bëri PD-ja, po këtë e bëri PS-ja, po atë e bëri PS-ja. Po këta. Kjo është. Po këta si ka bërë, ta po e bën nga halli. Tyre ja kanë zënë rrota bishtin. E kupton? Çfarë interesi kanë këta? Do të vjedhin dhe këta, do të mashtrojnë dhe këta. Jo, është fatkeqësi, në fakt se shikosh që Franca për shembull po I vjet flaka nga protestat për atë skemën e famshme të pensioneve gjitha me radhë. Ne nuk dalim. Mua madje nga që jam marrë shumë me këtë problemin e studentëve dhe ngela duke bërë thirrje edhe te grupi, qoftë kolegëve, qoftë maturantëve dhe më shkruan njëra sot. Sa e ke marrë zarfin tha për këtë çështje? Domethënë shqiptarët me këto zarfat ti investon kohën tënde, merr kohën tënde nga puna që të merresh me çështjen e studentëve në shtëpi post punës me kontakte lidhur me avokate, si mund të vish në ndihmë. Absolutisht domethënë unë e kam në rregull jetën time këtej, domethënë e kam mbyllur me Shqipërinë edhe jam shumë okay. E bëj sepse më vjen keq, sepse kam qenë vetë studente, sepse dua që të bëhet një gjë e hajrit dhe një gjë e duhur në atë vendin tonë drejt që e mori. Dhe në fund shikoj si dikush që ka marrë zarfin. I thash sa po më mori nga kush e mori zarfin, se te ishte. I thash, më tha që mos merr më zarfa se nuk kemi ku t'i çojmë lekët e tua. Tash domethënë fatkeqësi, nuk e di. Unë nuk e di me çfarë mendje që tonë ta njerëz, se të ishte në çdo do dije të ishte pro qeverisë.
Hajt mo, edhe mua, do të thënë ish kepcu. Edhe mua do më vinte më një thashë dalë valla, kjo që mbështet qeverinë që zjarr, do të thënë diçka e ka. Po tani të dalësh kundër të organizosh kundër edhe të pyesin njerëzit domethënë që sa ke marrë zafi, mua kem duket shumë patetike domethënë se Ngela duke nxjerr dhe me emra e me figurë pedagoge e gjitha madje para 2 ditësh, se gjej nga studentët që marr se nuk shkruajmë dot te grupi sepse na kërcënojnë pedagogët që jeni në sezon provimesh, do ju ngelim nëse shani domethënë fakultetin dhe bëra një postim që mos na detyroni të nxjerrim me figurë dhe me emër ju që kërcënoni studentët. Domethënë më hapur se kaq që jam kundër këtij ligji, kundër atij sistemi edhe kundër këtyre që marrin rrushfete gjitha me radhë, nuk ka dhe në fund jam unë ajo, domethënë nga kush do ta marr zarfin? nga kush? Pra, mirë, ajo e pyetja ime, domethënë kush e jep të zarfin? Se kush është pala e interesit për të? Studentët, po çfarë? Student, e mirë ka se bëni lekë. Bëni lekë çifte. Ne na tregon tash sa ke marrë zarf. Shiko, Omar si domethënë si jepet zgjidhja kësaj. Ai sa kemi, nuk po them se do ta zgjidhesh ti asun. Atëherë zgjidhja jepet në rast të parë të ulen dhe të dëgjojnë. Jam bërë disa seanca dëgjimore, 2 seanca dëgjimore dhe realisht të dëgjosh janë më të përgatitur studentët e mjekësisë sa i përket ligjeve dhe neneve, se sa deputetët që ne kemi në atë parlament. Është për të ardhur turp, domethënë. Unë pashte një nga ato tavolinash Fadilna Sufi, është nuk e di, ku thret që Ahmeti ka qenë aq vite kryetari i Bashkisë Berati, është një nga individët më ignorant që mund të ketë klasa politike shqiptare dhe rinda aty ishte duke lëndur në telefon kur tek ajo video e famshme që kishte dalë ajo goca që fliste. E kupton me çka kemi të bëjmë ne? Në radhë të dytë të dëgjojmë propozimet e të dyja palëve, domethënë jo në vendime kaq drastike, në vendime kaq diktatoriale, sepse gjërat me dhunë nuk përfundojnë mirë. Ato mund ta miratojnë ato ligj, po ta them unë ty me 100 firma që ai që e ka ndar mendjen që ti ke nga Shqipëria, jo 5 vjet, po dhe 10 vjet ta bësh ti, do ta gjej mënyrën. Ore borx do i marrë ato lek, ja paguën fundjavare shtetit edhe vjen në Gjermani. Edhe çfarë fitoi shteti jon? Se vuri shërbimin me detyrim sa leku, por nuk i intereson fare atyre, Omar, nuk i intereson atyre se ka mjek apo s'ka mjek Shqipëria. Ata duan lekët. Pikërisht. Kështu që kjo është zgjidhja, të paktën ti dëgjojnë. Domethënë propozimet nuk mungojnë dhe ne si forum jemi munduar ta shikojmë me kujdes në çdo pikë si situatë, të japim ato propozimet tona. Shpresoj dhe realisht të shpresoj me gjithë zemër që mos ta miratojnë nesër atë ligj, sepse jemi shqetësuar ne që jemi jashtë, domethënë duke qenë dhe vetë mjek dhe në pozitat e ish studentëve të atij fakulteti, mendo ato shkretët që janë dhe në sezon tani në pikë të vapës ngelen zyrave të institucioneve. Po, ndonjëherë më duket sikur ndonjëherë ne shqetësohemi më shumë nga që i kemi deri diku disa gjëra, domethënë në rregull për veten tonë dhe mundohemi të japim në një lloj kontributi sa do të vogël. Po si i bën ballë këtyre personave Omar që thonë që po ti çfarë 300 tonë, ti mrekulli me veten tënde. Ti mrekulli edhe. Po që do? Ti ike. Ike dhe fare të shi. Po më thoje, si ja bëj me këto që thonë që marr zarfa? Më me ta që merr zarfa një, po edhe me ata që thonë që ç'të duhen ty këto punë, ti e ke mbyllur jetën. Qa interesi, qa më duhet mua, është kjo pra, dëshira e mirë, le të themi që të paktën për një herë të vetme të bëhen gjërat siç duhet në atë vend dhe le të themi keqardhja ose pjesa e empatisë që kam për ato studentë, sepse e di shumë mirë se në çfarë vështirësish ndeshen dhe më vjen keq. Domethënë më vjen keq dhe e mendoj veten time në pozicionin e tyre dhe e di se ç'a kostoje mbart mbi supe një projekt ligji i tillë. Kjo është, domethënë çështje empatie, çështje
ta vendosësh veten në pozicionin e tjetrit, sepse kam kaluar Ka një thënë atë një nga rrugtim. këta bashkëvuajtësit e tua, domethënë që këta që janë akoma atje në Shqipëri, që thënë të quajtë ndonjëherë në kështu tradhtar që ke ikur, edhe nuk po vuan bashkë me ata atje. Studentët? Por Po studentët studentë, mjek të tjerë atje. jo, studentët jo, po ka për shembull deklarata të tilla që u bë kjo, ne që jemi jashtë shikojmë çik kështu si me sy me kështu shtrëmbër që i duket sikur japim mend, domethënë edhe Ja, iku kjo atje do na mësoj kjo neze që është bën. Jo, fatkeqësisht, për fatin e keq, këtë gjë e kam ndeshur edhe kur kam patur familjar të shtruar. Domethënë i drejtohesh kolegëve me edukatën që ti ke marrë këtej, edukatën e punës, me mirësjellje, pa u munduar që ti ndërhysh në pjesën e ça vendimesh do merren në ekzaminime, në terapi dhe prap le të themi e kam marrë mbrapsht atë nuk dua ta quaj urrëtie, po atë ndjesinë e keqe që ja u bë kjo, është jashtë, po na jep mend. Pasive fatkeqësisht urrëtie është. Po na jep mend. Domethënë shikojmë pak shtrembër. Kjo është e vërtetë. Po një pyetje tull fare, mendon ti se kur të vdesje i brez do ndryshojnë gjërat? Shiko, nuk është që ky brezi i ri i mjekëve ose i pedagogëve që janë, një pjesë nuk është që janë dhe më të mirë, sepse nga ato janë formuar, pasardhës të tyre janë. Dardha në dardhë. Dardha në dardhë, pje, pikërisht. Të keqen ja. Do më thënë që domethënë që s'ka për të bërë ndonjë gjë. Jo, bëhet në një gjë në qoftë se vendet zgjihen me meritokraci. Për shembull, tani me sa di unë të zgjidhen shefat e pavioneve dhe 70% e tyre konkurrojnë me vetveten, domethënë, ke shefin ti? Ke prapë nuk ka konkurrent të fortë se vetvetja nuk ka. Kështu që për aq kohë sa shumë pavione ose shumë specialitete janë monopolizuar nga këto profesorët e famshëm, është vështirë që të ndryshojë gjendja. Po këta se ka konkurrentat e përputhen, që unë nuk shoh asnjë konkurrencë, kam konkurrencë vetëm me vetveten. Unë mendoj se vetëm rrugëzidhje këtu është për shkallëzimi i gjendjes, domethënë, pa e deklaruar, pa bërë, domethënë, unë e kuptoj që ti domethënë mundohesh të jesh dhe goxha diplomate dhe bën mirë, se e bëj unë atë brutin nga mbrapa, po siç flet Adriatik Lapa që jo të rritet konkurenca, të rritet meritokracia. O vllai, po çu do rritet valla? E zëm sepse kush është ai budalla që nuk e do që ta marrë ai çdo. Ideja është duhet të dalin valla në rrugë. Duhet të bëj unë një post, pavarësisht se do thonë njerëz do plakon nuk ai posti jote ndaj do shkojnë 1000-2000 vjet, aq do ishte. Po tash 1000 sigur 2 nga ata ta mbajnë në mendit, ja thonë një tjetrit nuk i dihet asnjëherë. Po duke i mbledhur kështu, mendoj se gjithë secili po të japë një shtysh sado të vogël të shikojë të japë një suport sado të vogël në çfarë do lloj mënyre, domethënë është unë shikoj si të vetmen mënyrë, fatkeqësisht është e vetmja mënyrë për shkallëzimin e situatës, është dalja nëpër protesta, bojkoti mbase i gjithë studentëve, pse kjo është dhe problemi tjetër, domethënë që ishte me studentët e parë që bën atë protestën e famshme atëherë. Ideja është ne nuk kemi konsistencë. Kupton se ajo sa erdhën pushimet atëherë iku edhe arsye të tjera u përçan, domethënë se nuk ishte një organizim të mirëfill, se protesta është shumë e mirë kur lind vet pa kryetar. Kur kalon një farë periudhë, domethënë kur proteston, automatikisht të duhet një lloj shtabi, të duhet një 2-3 kokra që të dalin si fytyra e protestës, të japin disa gjëra, do të ketë një farë lloj hierarkie, nuk ekziston njerëzimi pa hierarki, nuk mbijeton dot, e kupton? Njëta gjë me protestat. Duhet që të krijojnë një farë lloj bazamenti, do të nxjerrin një fytyrë, duhet të nxjerrë një nga ata studentat ose një nga ata që janë specializant, nëse e ndjen brenda vetes, domethënë, edhe duhet ta lëri shkollën fare, valla, e kupton, të merret me këtë pjesën e protestës, merret me organizimin, të bëjë aktivitete, të bëhet politikan, që të mbrojë të drejtat e mjekëve dhe të infermierëve dhe të gjithë ata që punojnë në spitale, se ai është deputeti. Ai është deputeti në thelb, është ai që prezanton ose reprezenton një, si të themi, grupim të shoqërisë. Interesat e një grupi të përcaktuar është 1 për 1, se çfarë është një deputet, domethënë. Edhe ma mendje që
sa më shpejt ta kuptojmë këtë gjë. Edhe sa më shpejt ta pranojmë, aq më shpejt do i gjejmë mënyrën dhe mjetet për ta realizuar. Sa më shumë shpejt i gjejmë mjetet, aq më shpejt do i vëmë në punë. Sa më shpejt i vëmë në punë, aq më shpejt do krijohet ndryshimi. Me sa di unë, sepse domethënë 2 javët e fundit kam qenë në kontakt të përditshëm me studentët dhe ato që kanë qenë dhe pjesë e seancës dëgjimore, që janë le të themi si të përzgjedhurit për paqësia e studentëve të mjekësisë. Është një grup diku te 4-5 studentë viteve të ndryshme. Pjesa e protestave nuk ka munguar, ato kanë bërë dhe një peticion, sot madje mblodhen diku te mbi 1000 firma, studentët domethënë nga viti i parë deri në vitin e 6, me emër mbi emër në këtë peticion. Në qoftë se ligji miratohet, sigurisht që do ndjekin dhe rrugë ligjore, domethënë janë përgatitur edhe për këtë pjesë, sepse kanë gjetur avokat, kanë qenë në konsulta të vazhdueshme me avokat dhe bashkangjitur peticionit të tyre do i bëhet dhe një peticion mbështetës nga mjekët, ne mjekët që jemi jashtë dhe brenda vendit. Domethënë deri tani janë mbledhur diku te 250 firma. Dhe grupi ka 6300 antar. Domethënë e kupton se ça mund të bëhet nëse arrin të mblidhen 6300 firma të mjekëve specialistë brenda dhe jashtë vendit? I bie që duhet jetë budall shteti, nëse domethënë nuk dëgjon faktën propozimet që ka ky grupim njerëzish. Kështu që pjesa e organizimit deri tani unë në të drejtën mund ta them me plot gojen, jam shumë krenare sepse kanë qenë shumë konsistent, kanë qenë shumë këmbgulës dhe sigurisht që kanë dhe përkrahjen tonë me aq sa ne kemi mundësi, sepse fatkeqësisht ai grup nuk është në formën e një shoqate ose organizate, është thjesht forum mjekësor ku secili në pandemi ka kontribuar me mënyrën e vet, me këshilla, me eksperjenca që sjell në pahë nevojën e krijimit të këtyre grupimeve, nevojën e krijimit të shoqatave etj. Domethënë siç funksionon ashtu vendi tjetër. Kështu që le të shpresojmë që të bëhet më e mira për të dyja palët, por që e dyshoj këtë pjesë dhe e kam pak me frikë. Të merren masa tha ai. Ideja është që unë vërtet shpresoj që të ketë vërtet reagim për të, domethënë për te çdo lloj gjë tjetër është është diçka shumë e bukur, se duhet të kuptojmë diçka përveç nevojës së krijuar, domethënë për të pasur kushte pune dhe kushte mësimdhënie etj. Është gjë e bukur, do ta shikojmë në anën romantike të qenit pjesë të një ndryshimi, të qenit pjesë të një reformimi, të qenit pjesë të një proteste. Është diçka shumë e bukur, shumë njerëzore. Po protestues të dashur, por nëse kjo protesta juaj funksionon dhe nga ajo dëgjon 1 milion sa mund të jetë rasti, nga kjo dështon projekt ligji dhe pastaj fillon një efekt domino që bien gjëra mbas tjetrës. E kupton çka krenarie mund të kesh për gjithë jetën, domethënë që ishe pjesë e asaj shtyse që i dhe fundin një lloj trajtimi të tillë të nxënësve etj. Të jem e sinqert, un kam qenë domethënë në mendimet vazhdueshme, madje kam parë dhe për bileta avionit, të merrja avionin dhe të dilja unë nesër në protestë me ata student, por fatkeqësisht jemi në një periudhë pak të vështirë këtej, sepse siç ta thash, pjesa e mbulimit me kolegë është pak e vështirë se janë pushimet, një pjesë kanë ikur me pushime, edhe nuk e pata mundësinë, po nëse do e kisha, është e sigurt që do isha me studentët. Do protestoja edhe unë me studentët, pikërisht për këtë arsye që ti sapo the. Shpresojnë që sa më shumë të vend. Pretendoj unë që jetoj jashtë, që nuk më lidh asnjë gjë më me sistemin shëndetësor dhe arsimor në Shqipëri, thjesht çështje empatie le të themi për ata student dhe nuk arrit të kuptoj njerëzit që jetojnë atje, që preferojnë të rrinë kapeneve sesa të i dalin në krah kauzave të tilla. Mendon ti ndonjëherë për shembull se njerëzit si puna jote ose puna ime që merren dhe flasin për këto gjëra? Mos jemi ne budallin në këtë mes. E kam menduar. E kam menduar, po. E kam menduar. Sa e trisht është. Qeshim nga halli, mire. Marsi, unë të falenderoj për zemërsisht
Shumë faleminderit që ishte në podcast edhe me gjithë zemër, domethënë përveç se të uroj dhe normalisht suksese dhe gjithë mira, më bëhet shumë qefi domethënë që ai ka të tilla na prezantojnë në shtetet e huaja se jemi dëndur që nga këto jo krimi droga, jo kështu gjëra ashtu për Europë. Edhe e ndjen njeriu avash që bile ti më mirë e shef më qartë sa unë se si ka ndryshuar fytyra e shqiptarëve, domethënë në disa vende për keq, në disa vende për mirë, varet në cilën shoqëri bën pjesë, po që mendoj që njerëz si puna jote janë një, le të themi, një pjesë e mirë dhe një efekt madhor për të bërë atë ambasadorin e vogël që e bën gjithsesi domethënë për vendin e vet, dhe më bëhet vërtet shumë qefi që të shoh domethënë me një karrierë të mirë, të kënaqur me vetveten sa vetëm klima të mungon. Ato probleme pacim. Dhe unë falenderoj shumë për hapësirën që më dhe, të uroj shumë suksese në podcastin tënd, edhe pse jo, në një të ardhmen mund të bëjmë prapë një podcast të dytë së bashku. Diskutohet fare që në momentin e parë që do i jepit zgjidhje këtij muhabeti, domethënë këtij ngërçi për momentin do dëgjohemi përsëri së bashku. Unë kam një teori konspirative se harrova ta thoj përpara. Unë mendoj se po e bëjnë këtë gjë tani se shumica janë në pushime. Atje, e kupton? Nuk ka shumë angazhim, janë njerëz që kanë mbase kanë lëvizur, ka një pjesë madhe që kanë lëvizur, është behar. Temperaturat larta, s'del njëri në 40 gradë të protestoj, të zgjuar. Është goxha inxhinierie si gjë, apo jo? Është e vështirë mos të bestosh në konspiraci të tilla, se nuk është shumë e pabëshme, është shumë e bëshme, është e thjeshtë. Për gjithë të tjerë, unë të uroj gjithë mirat edhe të dëgjojmë. Gjithashtu. Ciao.